Një konflikt mes dy familjeve fshinje për një grumbull drush ka përfunduar në tragjedi në lagjen Vrapi të Roskovecit, ku humbi jetën 69 vjeçari Baftiar Vrapi. Ngjarja ndodhi rreth orës 20 ku mes familjeve Vrapi dhe Hoxha nisi një debat, ndërsa në konflikt u përfshi edhe djali i viktimës me një prej banorëve të familjes fqinj. Sipas informacionit paraprak të policisë, 69 vjeçari nuk ka qenë pjesë e konfliktit, por ka qenë i pranishëm në momentin kur ka ndodhur përplasja mes palëve. Ai është dërguar pa shenja jete në qendrën shëndetësore të Roskovecit, ku mjekët kanë konstatuar vdekjen. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se shkak i vdekjes ka qenë një arrest kardiak, si pasojë e situatës së krijuar nga konflikti. Ndërkohë burime nga qendra shëndetësore e Roskovecit bëjnë me dije se 69 vjeçari ka mbërritur pa shenja jete dhe me një shenjë mbi vetull. Ende nuk është përcaktuar nëse kjo shenjë është shkaktuar nga një goditje apo nga rrëzimi në tokë, ndërsa përgjigjja pritet të jepet nga ekspertiza mjekoligjore. Trupi i të ndjerit është dërguar në morgun e Fierit për të nënshtruar ekzaminimit mjekoligjor. Pas ngjarjes, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë ka marrë në pyetje personat e përfshirë në konflikt për të zbardhur dinamikën e plotë të ngjarjes. Ndërkohë, forca të shumta policie kanë vijuar monitorimin e situatës në Roskovec me qëllim parandalimin e përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit mes dy familjeve.